Zjarri që përfshiu një shtëpi në fshatin Gorish të Malishevës, ia mori jetën një gruaje rreth 53 vjeçare. Rasti i rënd ndodhi rreth orës 22:30 të së martës dhe vdekja e saj u konstatua në vendin e ngjarjes. Nga policia kanë konfirmuar për klanin incidentin tragjik ndërsa kanë reaguar edhe familjarët e sëndjerës. Nipi i viktimës që vjen nga familja Mazreku, me një postim në rrjetet sociale ka shkruar fjalë prekse për vdekjen e hallës. Përkundër përpjekjeve ai shkroi se nuk arritën ta shpëtonin. Sot në orët e mbrëmjes, e përfshiu zjarri njërën nga shtëpitë në oborrin ton, pas gjitha përpjekjeve fatkeqësisht nuk arritëm ta shpëtonim hallën ton me aftësi të kufizuara. Na bëj halal i hall. Ka mendu që për ty jemi në gjendje me bëj gjithçka, por ja që nuk arritëm t'i përballojmë flakët. Allahu ta pas mëshiru shpirtin e bardhë. Faleminderit për të gjithëve që kishin afër e u munduan drejt qëllimit të mirë, thuhet ndër të tjera në postim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në panelin e diskutimit me temë besimi, leadershipi dhe Amerika 250 në shtëpinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Davos. Kjo ka të rishur vëmendjen edhe në shtetin serb, ku ish bashkëpartiaku i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, Dragan Shormaz. Ky fundit është tallur në kurriz do udhëheqësit serb, duke deklaruar se askush nuk dëshiron ta takojë dhe ta ftojë Vučićin. Gjërsa Aleksandar Vučić po han djath me patate të nxehta dhe po i ndjek njerëzit në korridore, Kurti në Davos tashmë ka marrë pjesë në shtëpinë amerikane në panelin e parë, deklaroi kryetari i Këshillit Euroatlantik të Serbisë Shormaz. Theksojmë se paneli ku mori pjesë Kurti është pjesë e iniciativës së Forumit Ekonomik Botëror, komuniteti besimit me veprime, cila synon të nxjisë reflektim mbi mënyrën se si udhëheqësit nga vende të ndryshme të botës mund të ndërtojnë partneritetin inovativ në fushën e mjedisit, ekonomisë dhe teknologjisë. Gjatë diskutimit, Kurti ka theksuar rolin e besimit si element kyç në ndërtimin e shërbimit dhe unitetit në shoqëri dhe në funksionimin e shtetit. Kurti në shtëpinë e SBA-ve në Davos, besimi është shtyllë e shërbimit dhe unitetit shoqëror. Besimi shërben si shtyllë e shërbimit dhe unitetit në etapat të ndryshme shoqërore dhe shtetërore, ka deklaruar Kurti, duke shtuar se optimizmi për të ardhmen mburon nga angazhimi dhe aktivizimi i vazhdueshëm. Ndryshe, kjo iniciativë sipas organizatorëve synon gjithashtu të shqyrtojë mënyrat se si liderët global mund të përshpejtojnë bashkëpunimin dhe reagimin ndaj sfidave aktuale shoqërore.